Syri është begati. Shikimi është begati Allahu xhalla xhelaluhu. Është mirësi që Allah na mundson me pa një tjetër, me pa bukurit, me pa me ecë, me pa me lëviz, me pa me punu. Është mirësi Allahu xhalla xhelaluhu. Mirë po, në disa situata dush me koni verbër. Ti sheh po bësh që nuk po sheh. Apo, në disa situata du të më ullë shikimin. Që me rujt zemrën nga lakmia, me rujt epshin nga aktivizimi. Nga se problemi i shumë çështjeve në këtë botë, që njerëzit nuk ngopën kur është lakmia. E kjo lakmi me çka ushqet përmes shikimit. Për shembull, na nuk e dim, apo na nuk e dim kur çka na mungon, dhe të shohim atë çka ka. E kur e shet që rëkjone kështë une ka gjeni shpije kom drejqa, ma pas ka ma mirë, e qëtër fillon lakmia. Pse? Pse ke pa diqka ma mirë se që jeti.